Përshëndetje nga unë Kleakita dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar i radhës është Ardit Murja, i cili është boksier. Ai do ta flasë pak për sfidat, sukseset dhe ëndrat e tij në të ardhmen. Ardit, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam shumë i lumtur që të kam. Gjithashtu. Tani për të gjithë ato që nuk të njohin, ose vetëm ato që të kanë parë si boksier, si je në jetën tënde reale? Jetën time reale për te boksit, disa e quajnë boksin agresiv, unë jam shumë i qetë, shumë i disiplinuar. Boksi është që t'jepi disiplinë, i qetësi shumë të madhe, kështu që nuk jam agresiv. Para se të merresh me boksin, çfarë karakteri kishe? Ishe agresiv? Jo, kam qenë i qetë, fëmijë lozonjar i çik, po jo agresiv. Çfarë mësove nga boksi? Boksi t'jep më shumë vetbesim, mbrojtje, disiplinë, karakter më të fortë. Disiplinë, kur thua disiplinë. Çfarë disipline duhet të ketë një boksier? Disiplina është gjëja më e madhe, që t'jesh i sportist elitar, disiplina është gjëja e parë që duhet të ketë. Disiplinë që nga pjesa e ushqimit, regjimit, dalja, domethënë mos dalësh, abuzimet, gjitha. I boksier elitar këto duhet i ketë primar, i sportist elitar. A gjithmonë e mban këtë disiplinën apo ka edhe ditë që Tani, për te asaj s'ka edhe momente që nuk ke gara, që je jashtë garave, që duhet ta lësh edhe pak mendjen, trupin të relaksohet, nuk jena gjithmonë se i bie gjatë gjithë vitit do rrish vetëm statik, vetëm me disiplinë. Disiplina duhet për në momentet e duhura. Sa vite ka që merresh me boks? Unë me boks kam 18 vite që merrem. Ke pasur ndonjë moment të vështirë kur ke menduar ta lësh boksin? Ka qenë ajo mosha 17-18 vjeç që sapo fillosha duke u rrit, rrethi i shoqëror filloi duke u rrit, të ardhurat nga boksi nuk ishin aq shumëta, kështu që ajo ka qenë periudha për mendimin tim që isha më dyshje ta vazhdoja apo ta leja. Nëse flasim për të ardhurat, sot konkretisht sa mund të fitojë një boksier? Ka të ardhurat të kënaqshme? Për i sportist që është niveli i lartë, domethënë me të rriturit, që ose e kampion shqiptar, merr rrogë nga bashkia për i vit, janë as shumë të mëdha, as shumë të vogla, por që kalojnë. Unë jam edhe trajner të palestrat Titans, aty ku stërvitem të palestrat të Utës, Durrës, jam edhe trajner personal training, kështu që kalon, domethënë kam edhe diçka tjetër përveç pjesës së boksierit. Ti si trajner, çfarë u thua çdo ditë sportistëve që vinë të praktikojnë tek ti? Po them që të largohen nga veset e këqija, larg duhanit, larg sherrave, është i sport që t'jep besim, t'jep vetmbrojtje, kështu që nëse ka edhe një fëmijë agresiv, aty kur vjen te boksi bëhesh më i qetë, më i disiplinuar, i harro gjitha, edhe je ti edhe thesi, nuk ka më tjerë. Kështu që je më i qetë në jetën e përditshme në rrugë. Deri në çfarë moshe nisin? Të praktikojnë boksin? Zakonisht fillon nga mosha 7 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, që marrin më tepër edhe si lojë, edhe si argëtim, marrin edhe pjesë disiplinë e boksit që ta kenë si kulturë pjesën e sportit që i vogël. Kurse mosha më perfekte që i kupton gjitha, besoj është 12-13 vjeç, që i më i rritur i kupton gjërat pak më mirë. Në fakt, kur themi boks, thjesht e dëgjojmë, mendojmë të gjithë se është diçka, një sport shumë i rrezikshëm. Kjo është pyetje që më ndodh ta dëgjoj shumë shpesh. Nuk është sport, domethënë shumë i rrezikshëm, sepse në boks ti mëson të mbrohesh, të godasësh, të shmangesh, të lëvizësh, edhe në ring je ti edhe kundërshtari. Nuk ka më të tjerë. Kështu që ti je përgatitur për atë punë që do mbrohesh, do ikësh mbrapa. Është shumë e thjeshtë, ti dhe ai. Ne folëm vetëm për benefitet që ka boksi. Cilat janë rreziqet që sjell boksi? Rreziqet janë, domethënë, ndeshje mund dëmtohesh, ka raste që para ndeshjes ose gjatë ndeshjes mund të marrësh i goditje që mund të çash pjesën e syrit, vetëllës, varet si të kap, mund të çash pa dashje edhe me bryl nga kundërshtari, me kokë. Janë pjesë e lojës, janë pjesë e boksit. Edhe unë kam pas disa momente në boks që jam çar gjatë garës. Për fat mirë nuk është ndërprer ndeshja, sepse po patë gjatë rrjedhje të madhe ndeshje, ndërpritet ndeshja. Për fat mirë nuk isha shumë edhe e kalova. Le të ndalojmë pak tek goditjet në kokë. Sa të rrezikshme janë dhe cila është pjesa ku është më e rrezikshme nëse të godasin në kokë?
Çdo goditje është e rrezikshme, sidomos pjesa e kokës, është i kokë, sado që mbrohesh, tronditjen e merr. Pjesa më e rrezikshme për mendimin tim është pjesa që ha goditjen mjekër ose goditjet që nuk lejon po mbas koke. Ato janë më të rrezikshme. Çfarë të sjell goditja në mjekër? Goditja në mjekër të sjell knockout-in që flen gjumë. Është një lloj goditje që unë deri tani s'e kam provuar, shqyr zotit, edhe shpresoj mos ta provoj. Është një goditje që e han, domethënë dy luftime sipër, kapi goditje këtu mjekër, bjen tokë për 10 sekonda, varet. Gjendje të fikti. Gjendje të fikti, zgjohesh, edhe vazhdo prapë. Arbitri ka drejtën ta ndalojë ndeshjen, nëse të shikon mirë, mund t'japi edhe një mundësi tjetër, po për mendimin tim kur bie knockout frikshëm, është më mirë që arbitri ta tërheqë sepse po e hongri prap herën e dytë knockoutin mund të ketë pasoja, domethënë më të rënda. Si për shembull? Për shembull, domethënë nuk e merr dot veten, mund të kalosh domethënë në gjendje pak më të rëndë, se varet herën e parë nuk e rën. Je në gjendje knockouti akoma, nuk e ke marr veten. Le të flasim pak për karrierën tënde. Unë dua të di se cili ka qenë momenti më i vështirë, ndeshja më e vështirë që ti ke përjetuar. Ndeshja më e vështirë edhe do të thoja më shumë emocione ka qenë ndeshja që kisha në 2025 në Dubai me një kampion olimpik, ndeshje për titull Europe me 8 raunde. Nuk arrita të fitoja, bëra më të mirën time, bëra 8 raunde, kështu që ajo ishte ndeshja që nuk kisha më shumë emocione gjatë gjithë karrierës time. Ishte një ndeshje që kisha aty prezant, kisha edhe boksierët më të mirë të botës, siç ishte Bivol, Crawford. Ishte një nga emocionet më të mëdha që kam përjetuar ndonjëherë në këto 18 vite boks. U ndjeve krenar, pavarësisht se nuk fitova? Pavarësisht që nuk fitova, ndjeva krenar sepse arrita të bëj 8 raunde me super boksier të nivelit më të lartë që ka bota. Për fat mirë, bëra 8 raunde, kishte boksier të tjerë, po në atë mbrëmje që bishim me knockout, unë shqyr zotit nuk rash, bëra më të mirën time, u servita shumë fort. Ajo ka qenë dieta edhe pjesa më e gjatë e karrierës time, që kam pasi regjim për gati 3-4 muaj, vetëm servitje, regjim, bosha 2 seanca në ditë, fal edhe profesorit tim Anton Kikri, bëra më të mirën time. Në fakt, doja të di se sa përkushtim kërkon boksi. Boksi doj përkushtim shumë të madh, po të bësh boks, domethënë duhet t'i lësh ca gjëra më njanë, atë përkushtohesh te boksi, sepse është një sport që kërkon shumë vullnet, disiplinë, kurajo, është shumë i vështirë, po ta bësh, po që do shumë gjëra. E kuptoj. Kush ka qenë personi i parë që ka besuar tek ti? Personi ka qenë familja ime, personat e parë, sidomos 2 vëllezërit që i kam më të vegjël, edhe ato kanë qenë me boksin, po ato për fat keq e lanë, vetëm unë vazhdova, ato kanë qenë, domethënë që më ka dhënë kurajo, kanë qenë mbështetja ime më e madhe. Po, tani nuk e di si i ka marrëdhëniet me maman, po zakonisht mamat janë bëhen merak, domethënë për hiç asgjë, jo të shkosh ti në ndeshje boksi ku dije që edhe mund të dëmtohesh, fiton s'fiton. Si i ke pasur, si ka qenë ky raport? Është shumë e vërtet. Mami im, nga 18 vite që kam bërë boks, mami vetëm një herë ka ardhur në pa ndeshje, edhe atëherë kur ka ardhur ka qenë me kokën poshtë, më ka thënë vllai që i kena thënë çoje kokën se mbaroi arditi. Është person shumë i ndjeshëm mami, nuk më ka pa asnjëherë ndeshje, edhe ajo është domethënë që e ka mendjen tonë. Imagjino kur kena qenë të 3 në boks, i të rruri, po tani është pak më e qetë, domethënë janë vetëm unë. Po është mësuar, se kena shku, domethënë janë arrit me dëmtime, me çarje, po besoj e ka kaluar atë lloj pjese. Ti the që mami ka ardhur vetëm një herë të më shikoj. Kush ka qenë personi që ka qenë në çdo ndeshjen tënde? 2 vëllezërit e mi, familja, përveç babi ka qenë çdo ndeshje time, atë kam suport më të madh, 2 vëllezërit, shokët e mi që duhet t'i falenderoj shumë, jena i grup, jena i familje madhe në palestrën tonë Titan Skym, që përfaqësojmë të udhën, jena i familje madhe që në çdo pjesëtar i asaj palestre shkon për të mbështetur boksierin që ka atë ditë ndeshje. Tani ti ke bërë ndeshje boksi. A ke pasur ndonjë kundërshtar që në të vërtetë ka pëlqyer, pavarësisht se e ke pasur kundërshtar, po të ka pëlqyer mënyrën se si ka performuar? Nuk mund ta quaj që më ka pëlqyer, por që ka dalë ndeshje e bukur.
Domethënë Me kë? kena pas si nivel, domethënë të dy lloj, janë dy, domethënë është një nga Vlora edhe një nga Tirana. Pavarësisht asaj se ne jena shok, aty në ring bëjmë boksin ton, po kur mbarojmë ndeshjen takohemi, dalim pim kafe. Sa e vërtet është kjo shoqëria? Shumë e vërtet, më e vërtet se ç'mund ta mendosh. Është për te asaj se ti në ring do bësh detyrën sepse do të shpallësh kampion kombëtar për vitin kalendarik që do bësh atë vit ndeshje, po për te asaj gjithçka lehet lart në ring. Fiton më i miri, ti pastaj takon del pi kafe, nuk është se mbaj natë më ri, sepse ka fituar vërtet më i miri. Tani do më thuash një emër boksieri shqiptar që pëlqen më shumë dhe një të huaj. Tani, boksieri më i mirë shqiptar për boksin amator është Alban Beqiri, një nga boksierët që ka arritje më të madhe në boksin olimpik, që ka dalë i tretë në kampionat botror në Serbi, ka ngrit flamurin. Ai është, domethënë, niveli më i lartë që ka arrit boksi nga Alban Beqiri. Ai është edhe shoku im, edhe atë e kena si idhull gjithë që duhet ta marrë. Florian Marku. Është boksier i mirë, kaq. Unë do thoja shumë i mirë. Mendimi yt, sepse nuk e njeh ai sa duhet boksin. Që njoh. Çfarë bën gabim ai? Nuk po them që bë gabim, është i mirë, por aq sa bën, sa arrin, nuk mund të them diçka më shumë. Në këndvështrimin tim ai është shumë i mirë. Unë atë Mund do ta specifikoja si bokserin më të mirë në Shqipëri. Unë nuk mund ta quaj sepse ai s'ka bë asnjëherë ndeshje të përfaqësoj flamurin, domethënë ndeshje olimpike që ajo djepi i boksit, nga aty do niset, siç janë gjithë nëse ti ke ndjek Usyk, Lomachenko, gjithë janë boksierë më të mirë që e kanë nis nga djepi, domethënë boksi olimpik është AIKA. Edhe ai nuk ka bë asnjëherë ndeshje, ka qenë kickboxer, ka kaluar në boksin profesionist. Pjesa e boksit profesionist është diçka tjetër, është temë tjetër. Tani unë dua të dal prapë tek ti. Cila është ëndra më e madhe që nuk e ka arritur akoma në boks? Ëndra më e madhe si çdo sportist, domethënë, për te janë në dy disiplina, në boksin olimpik, që është të marrësh medalje europiane ose botërore ose të kualifikohesh për olimpiadë, edhe në boksin profesionist është të bësh ndeshje për titull bota, edhe pse jo të marrësh titullin që të takon, që të jesh i pari në botë për peshën tënde. Nëse do bëje një ndeshje dhe do fitoje, këtë fitore, domethënë do realizoje këtë ëndrrën që kishe, kujt doja dedikoje? Në radh parë doja dedikoja vetes time për gjithë sakrificat që kam bërë, gjithë mundin. Pastaj është familja, trajneri që s'duhet të harro, sepse ai është në çdo moment me ty. E ke si vlla, si prind, është gjithmonë me ty në ditët më të mira dhe më të këqija të tuaja. Edhe gjithë njerëzit që të më mbështesin. Tani para se ta mbyllim të muhabetin e boksit, do doja t'ju jepje të gjithë të rinjve një këshill për boksin. Një këshill, domethënë si trajner që je. Mos ta marrin për te asaj se janë disa prindër që boksin e shohin shumë të dhunshëm, nuk është aq i dhunshëm sa duket. Është sport që të jep disiplinë, të jep karakter shumë të fortë, të mësos si të mbrohesh edhe si të jesh më i qetë, domethënë në sherrë gjatë rrugës që mund të ndodhen në Shqipëri që janë pak të shpeshta, të jepi disiplinë më të qetë edhe të bëhet të shkosh jo i hap mbrapa, po 2-3. Tani një sqarim. Ky sport është vetëm për burra apo dhe për femra? Se në Shqipëri besoj është pak tabu që një vajzë të jetë boksiere. Nuk, tani këto kohë të fundit kanë ndryshuar në kampionatet shqiptare që bëhen kampionatet shqiptare, ka edhe boksiere femra, nuk është aq tabu sa çka që më përpara, ka ndryshuar. Nuk është e vështirë, thjesht është që vajza mos ta ketë atë mendjen si do e gjykojnë nga jashtë. Nuk është se është ndonjë tabu e madhe, ka ndryshuar koha po ecën, koha po ndryshon, nuk ka më tabu. Tani këtu në Vibe, ne nuk i lejmë të ftuarit me ik, pa bërë pak pyetje ngacmuese, pyetje pak më personale se profesionale nga ajo çfarë përfaqëson ti. Tani, para se të nisim bisedën, çfarë pëlqen, kush pëlqen, si të pëlqen, do të nisim me një pyetje shumë të thjeshtë dhe shumë konkrete. Zemra jote si është momentalisht? E lidhur shumë fort. Nuk ka nga të shkoje. Me boksin? Me boksin po edhe për te i boksit. Domethënë jam në lidhje. Je një lidhje dashurie.
normal. Si është të dashurosh një boksier? Sa dashuri fal boksieri? Sa romantik është? Ajo është edhe me persona, domethënë varet. Ke edhe boksier domethënë që janë pak më ndrojtur, që mund të jenë romantik, po mund të japin dashuri shumë, ke nga ato që e tregojnë shprehje. Ti si je? Pak nga të gjitha, mix. Mix. Je xheloz? Aty ku duhet, po. Ku për shembull bëhesh më shumë xheloz? Po, tani varet, nuk mund t'i specifikoj dot. Po tani, rasti i fundit, do na thuash rastin e fundit që e bërë xheloz. Për çfarë arsye e bërë xheloz? Po nga i herë bëhen edhe për gjëra, domethënë pak koti, po të gjërat pak më, si mund ta them, nuk e di si mund ta quaj, po jena Je xheloz. xheloz. A është vështirë që të mbaj një lidhje një boksier, duke qenë se ka dhe angazhime, tashmëti dhe trajner? Besoj që jo, nëse ke i partneri që të kupton, Sa besoj. xheloz është partnerja për ty? Edhe ajo ndoshta më shumë se sa unë. E duron dot xhelozin? Po, nëse nuk ka për të pas xhelozi, domethënë për te me do e duroj, kështu që s'është një problem. Jam edhe tip durus i qetë. Nuk Sa jam, duron? E ke nga boksi këtë qetësinë? po nga boksi, po, që kur kam hyrë në boks, e kam nga boksi, ta jep i qetësi vetë besim, domethënë më të shumë se ç'duhet. Unë dua të pyes, sa herë dashuron njeriu? Siç e thon gjithë i herë një jetë, kështu që Domethënë kjo është dashuria jote e parë? domethënë unë thash jam lidhje, po unë jam i fejuar, kështu që Është dashuria jote po, e dashuria parë? ime e parë. Të kanë tradhtuar ndonjëherë? Besoj që jo. As nuk kam tradhtu, as nuk më kanë tradhtu. Sa i sigurt je që nuk ke tradhtuar? Shumë. Unë e di veprimet e mia ç'a bëj. Varet pastaj çfarë mund të quash tradhti. Tani me që ti the tani dole që je i fejuar. Po. Je një hap Po më pranaj lart. thash jam shumë. Unë e bëra. Kur i kemi planet për martesë? Akoma se kena nda, ndoshta këtë vitin tjetër. Do me thënë një tip që nuk ec me plane. Jo, domethënë dali kur dali. Familjen e do të madhe apo të vogël, sa fëmijë do rish me mamin dhe babin? Pra na jep pak më shumë detaje që të dim një boksier se sa tradita dhe norma mban një Po. boksier. Po tradita dhe norma varet, domethënë si s'do jenë, se nuk është nëse unë të zëm dua i fëmijë 2, unë doj partnerja më shumë, kështu që varet. Po që për Ose e te kundërta. asaj, po, ose kundër, për te asaj, domethënë t'jena mirë, po diku te 2 deri në 3. Boksier? Edhe boksiere, kam qef që Ti fusesh në boks. nuk duhet të T'ja jam lesh trashëgimi? domethënë jo që t'ja le trashëgimi, po që thjesht të bëjnë i sport, çado lloj qof. Nuk duhet të them se jam vetëm me boksin që të vazhdoj boksin, po që t'jetë ta kenë si disiplinë pjesën e sportit, çfarë do qof. Po që qef kisha domethënë pse mos më i fut edhe në rrugën e boksit. Nëse kanë qef ta vazhdojnë, nëse jo, mund të tërhiqen. Pavarësisht se jam i çik natyrë që nuk du t'i lej gjërat që tërhiqen, nuk jam tip që bëj mbrapa, domethënë te pjesa e karrierës, po që është pjesa atyre. Të na thuash gënjeshtrën e fundit që i ke bërë të dashurës tënde. Gënjeshtër në fundit, Mund të jetë ndonjë gënjeshtër kot kështu, gënjeshtër e bardhë, sa mos më u zën. për i like, E bëre pa dashje po besoj. pa dashje, Pa dashje. gjithmonë pa dashje. Çdo gjë pa dashje. Tani kemi edhe një rubrikë tjetër. Duhet të përgjigjesh me një herë dhe nuk duhet të thush jo po nuk e di apo se di apo e maj men, se maj men, e kupton? Atëherë, Okej. personi i fundit që ke kërkuar në Instagram. Ti, Emri i personit të fundit që të ka thyer zemrën. asnjë. Jo vetëm dashuror, e kupton? Që më pas, nuk jam tip që do më thëmë si vetë zemra për gjëra, kam rrethin, pra ne po të them, janë disa pyetje që asnjë. Të ka bllokuar ndonjë ish partnere? Nuk i shoh, nuk i ndjek. Ke dërguar ndonjëherë mesazh dhe më pas e ke fshirë? Vite më përpara, po. Ke gënjur ndonjëherë për moshën? Aty ku ka qenë për të gënjur, pse jo? Cili është sekreti që shokët e tu nuk e din? Sekrete. Besojnë shoqëri shumë të afërt nuk ose i mbajmë sekreta njëri tjetër. Kush të një më mirë se të gjithë? Vëllezërit, Cili është zakoni yt më i keq? zakoni im i keq. Nuk e di. Zakon që mund të quaj.
s'po kam në një Tani zakon. të një të keqe që ta kanë vënë në dukje, ose je shumë xheloze, ose je shumë impulsiv, vërtet shpejt. Keqe do më thonë për te asaj, do më thonë edhe kur e bëj gabim diçka që më ka vënë dukje, nuk e pranoj, du ta kaloj, forcia jote. du ta kaloj pak shumë. Çfarë nuk do doje të pyetej sot? Besoj jam tip që të më pyetet çfarë doj, i kaloj. Okej. Tani jemi në rubrikën tjetër, do zgjedhësh vetëm një alternativë. Dashuri apo karrierë? Dashuri. Fitore me nokaut apo fitore me pikë? Tani, gjithë e kërkoj nokautin, po nuk doli dhe fitosh me pikë. Prandaj janë disa pyetje. Stërvitje në mëngjes apo në darkë? Të dyja. Talent apo disiplinë? Disiplinë. Para apo famë? Famë, se po ta kesh famën dhe i bosh edhe parat. Strateg. Familja apo shoqëri? Familja. Vajzë e qetë apo vajzë xheloza? Pak nga të dyja. Bjonda apo bruna? Çfarë do që tjetë? Bjonda apo bruna? Bruna. Lidhje serioze apo jetë beqari? Ta thash jam lidhje, kështu që lidhje. Nuk e doje. Puthje në takimin e parë apo jo? Varet nga situata. Ta falësh rastin apo të largohesh? Largohem, edhe mbaj inat shumë. Të shkruash i pari apo të presësh? E kam këtë vezë, do më thonë që shkruaj i pari. Po mirë, çunje tani ti. Po mirë, po. Çuna duhet të shkruajnë të parët. Po varet. Po jo, ndryshojnë. shumë abet na janë bërë çunat princesha. Po jam, po flasim për çuna princeshe. Pra se shkru djali, të mirë, shkruash duhet ta shkruaj. marrësh mundimin tani përderisa një marrëdhënie djali duhet të shkruaj pari, ç'a janë to çuna? Po, varet. Vetëm presin. Varet nga situata. Jo, fare zero, çuni duhet të Po shkruaj gjithmonë pari. çuni do bëj hap për para. Njëherë duhet edhe ju që na jepni më shumë besim, na jepni më shumë. Po, normal. Okej. Instagram apo TikTok? Instagram. Mesazh apo telefonat? Më mirë telefonat. Pse? Më mirë telefonat. Okej. Më shprehesh. Romantik apo rebel? Romantik. Det apo mal? Të dyja. Makinë apo motor? Makinë. Kostum apo veshje sportive? Unë jam mësu gjithë jetën me veshje sportive, po do thoja në herë edhe Po kostum. duhet një herë kostum. Mbrëmje në klub apo dark private? Do më thonë në dark, jo në klub, s'm pëlqej. Mbrëmje private, dark private, okej. Të duan apo të respektojnë? Respekt. Një dashuri e madhe apo shumë aventura? Dashuri e madhe. Të humbësh një ndeshje apo një person të dashur? Fare, nuk e di çfarë lloj pyetje, çfarë personi dashur. Për ku? Po një shok, jo të vdesi, jo të vdesi. Po më pranë po të Të them. dashurën, ndonjë shok. Me hum ndeshin. Sepse na Varet çfarë shikojnë. ndeshje. Na shikojnë. S'ka gjë, jo, qenë strateg kështu. Po duhet me qenë Dibran më. Dibran, thash tani. Okej, kampioni më i mirë apo partneri më i mirë? Të dyja. Jo, njërën tani. Familja është mbi gjitha partneri më i mirë. Sa partneri i mirë je ti? Nga 1-10, 11. Të godasësh apo të godasin? Ku? Në zemër, në dashuri, në jetë reale, ku? Ku të godas, apo të më godasin? Zgjidhe vetë. Nuk e di. S'kam pranë po të them ku. Në dashuri. Më mirë t'i lejt tjerë të gabojnë. Të godasin. Jeta vazhdon. Arditi në ring apo arditi i dashuruar? Të dyja. Super fare. Mua më pëlqeu shumë intervista bash, nuk e di për ty. Tani,
ne duam jo, nuk ka dashuri, për dashurinë mësuam. Gjithashtu për doja, preferencat mësuam. për te asaj, edhe në boksin profesionisht kisha të bëja edhe 2 falenderime. Pa. 2 ose 3 nga shokët e mi më të mirë që i kam edhe sponsor general në ndeshjet e mia. Në boksin profesionist që është diçka ndryshe nga boksi amator që ka kosto më të larta, më të mëdha, duhet të falenderoja Keli Stresin, Mërgym Biberin dhe Alban Hysen. Janë 3 shokët e mi më të mirë që më kanë suportuar ndeshjet e mia dhe ju jam shumë mirënjohës atyre dhe shpresoj që flamurin shqiptar edhe sportin që unë bëj t'i nderoj. Që i përshëndesim çunat. Tani do na tregosh disa teknika, le ta quajmë? Teknika. Do më mësu ti boks? Po, do të mësoj boks. Po, je pak vonë. Pse mëre? Nuk është kur vonë. Tani, mbajtja e duarve duhet të jetë? Duart grusht, kishtit, jo këtej, po këtë shu. Okej, bravo. Okej, tani habi pak këmbët pozicion, që të kesh sa gjerësi e shpallave, të kesh bazament, që mos t'i kesh majtës djathës. Duret këtu te faqja, që të mbrosh faqe mjekrën. Do gjush të majtën tani, të majtë, edhe rrim. Okej. Shumë bukur. 1. Tani do gjush të majtën, do shmangesh nga ana djathë, vetëm pak, shmange, do gjuash po djathën. Do me thënë, gjuan, shmangesh, moment që unë do gjuj, ti do shmangesh e do gjuash djathën. Të majtë, shmangu, hop, djathë. Ull gjunjët, hop, të majtë djathë. 1, 2, ja. Ka që thjesht është, u bërë boksiera. Tani, ju them të gjithëve kujdesni nga unë, sepse jam bërë një boksiera. Po që t'jesh i boksier, do t'jesh edhe disiplinuar, jo që të bësh ndeshje në rrugë. Kjo ishte një këshill shumë e bukur, jo çdo kush mund të jetë boksier, sepse duhet të jetë i disiplinuar. Ardit, unë të falenderoj shumë dhe kjo ishte mbyllja më e bukur e këtij programi. Faleminderit për ftesën edhe mos bëj shumë sherrë në rrugë. Ishte një Se këshill do na nxjerrësh nomin që Arditi mëson për më udhëzon në rrugë pastaj. Falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.